Mirëmëngjesi, unë jam Teuda Lagja, mësuese dhe piktore dhe sot do t'ju tregoj si është dita të kalosh midis artit dhe mësuesisë. Unë jap mësim prej 27 vitesh si mësuese, ndërsa në shkollën e obligës jap mësim prej 23 vitesh. Ka ndryshuar mjaftueshëm numri i nxënësve, duke qenë se në fillimet e mia kur erdha në këtë shkollë, numri i nxënësve ishte shumë i madh, gjitha klasat ishin paralele, ndërsa tani klasat janë kolektive pothuajse të gjitha. Me aq sa kam kontaktuar dhe kolegët e mia në Shqipëri, kjo problematik vjen në të gjitha zonat rurale, larg qyteteve, të cilët është paksuar numri i ndjeshëm, po ashtu në disa prej zonave kemi mbi popullimet të fëmijëve në shkollat e qytetit, të cilët largohen nga shkollat e fshatit dhe mbet numri i vogël. Pra, problemi i klasave kolektive bie pothuajse në të gjithë zonat rurale të Shqipërisë. Arsyeja e paksimit të numrit të nxënësve është shumica e emigracionit, ndërsa një numër mjaftueshëm i vogël është në ciklin 9 vjeçar, të cilët largohen drejt qytetit. Aktualisht unë jap mësim në 2 klasa kolektive, që i bie të jetë klasa e parë dhe klasa e katërt. Është tërësisht e vështirë. Është mjaft e vështirë sepse fëmijët e vegjël të klasës parë janë mjaftueshëm të shpërqendruar dhe është pak e vështirë ti përqendrosh ato dhe ti kthesh në kohën kur me klasën e 4 po bën një veprimtari apo po flet për diçka tjetër që s'ka lidhje me shkronjat apo me numrat apo me diçka tjetër. Mirëmëngjesi. Po si u kam? Gëzohem. Si e keni kalu? Mirë. Janë shumë aktiv, janë shumë lozonjar, por duke e marrë pak me lojë, pak me përgjithësi, duke folur vazhdimisht me ta. Mendoj se ana psikologjike, të flasësh me fëmijën vazhdimisht i vë përpara përgjithësisë. Se është mjaft e vështirë të kombinohet midis 2 klasave. A mund të vazhdoj me matematike? Po. Leximi i piktogramit në faqen 127. Kalojmë nga diagramet dhe kalojmë tek piktogramet. Interpretimi të dhënave në faqen 126 matematikë. Ndërsa juve kemi pozicionet poshtë, lart, ndërmjet, rreth e qark, nën. Dakord? Ndërthurja e artit bashkë me mësimdhënien, besoj është diçka që vjen natyrshëm me fëmijët e fillorës, ato i adhurojnë ngjyrat, adhurojnë të ndërveprohet me vizatimet dhe normalisht, pothuajse çdo orë mësimit veprohet bashkë me vizatimin apo me diçka që fëmijëve i bëhet sa më argëtuese ora mësimit, ose edhe klasat jetë një ambient më i ngrohtë. E vendosim lapsin poshtë bankës. Bukur, shumë bukur. E vendosim lapsin përballë fytyrës. O miri? Bukur, shumë bukur. E keni kuptuar? Shumë. Atëherë mund shikoni pak figura, shikoni pak mos kemi diçka për të plotësuar dhe vazhdojmë me gocat e mësueses. Shikojmë pak akulloret. E para shikoni, numroni sa akullore keni në foto, pastaj do kryeni veprimin. Me shpejtësi, kush është gati? Amira? 9 akullore. Duke qenë se janë 9 akullore, sa akullore janë shitur? Në lidhje me brezat e shkuar, interesi mbi mësimdhënien ka rënë, por është shtuar interesi mbi veprimtaritë kulturore. Unë shoh një angazhim shumë të madh të prindërve, ku nuk ka dallime midis fshatit dhe qytetit, ku prindërit i angazhojnë fëmijët në aktivitete të ndryshme, mund të jenë festivaleve të këngëve, të valleve, të pikturave, kurse të ndryshme jashtëshkollore, por me aktivitetet shkollore është pak e vështirë, me ato që kërkojnë konkurse, olimpiada është
pak e vështirë. Nëse do të ishte e mundur ndërthurja midis aktiviteteve kulturore me aktivitetet shkollore, do të ishte fantastike. Besoj ka rezultate dhe kam pasur shembuj të tillë me një klasë që kam kaluar më përpara. Si quhet tani? Ndërmjet, kalon ndërmjet ti. Po që në rom ju. Po këtu para, pas, ndërmjet, cila fjalë përdoret? Pas. Kalon pas drurit dhe me handjathin, ha? Fëmijët aktivitetin artistik e zhvillojnë të ndërthurur që me lëndët kryesore që i bie gjua, matematika dhe editoria natyrës, por janë dhe veprimtarit të tjera, sidomos projekte të cilët ndërthuren me zbukurimin e ambienteve përreth, që i bie të jenë korridori, hyrja e shkollës apo muralet jashtë oborrit shkollës. Edhe puna ime për sot mbaroi, tani do të shkojmë drejt studios. Ekspozita ime e ardhshme do të jetë me fëmijët e kursit të artit. Goxha do më thonë se për fëmijët do t'japim shembuj pozitiv, duam t'i largojmë fëmijët nga pajisjet elektronike, duam të bëjmë pak fest në parkun e qytetit, duhet të themi atyre që këtu ka një park, ata mund të luajnë, mund të largohen nga aparaturat e teknologjisë dhe të bisedojmë, pse jo? Atëherë, një pjesë e artit tim janë dhe muralet, të cilat ka vite që kanë hyrë në Shkodër, në vende publike, apo në për hostele, apo në për shtëpi private. Muralet sjellin një ngrohtësi, sjellin pikturën aty ku e prek njeriu, ku është e prekshme. Kjo këtu është muralja e cilën e doli si fituese një konkursi të organizuar nga Bashkia e qytetit të Shkodrës në vitin 2025 dhe këtë e kam realizuar unë. Simbolika kësaj murale faktikisht ka një histori brenda, sepse duke qenë se muralet në Shkodër i solli Koli Dromenoja, duhet të sjellin diçka që ka krijuar piktori, duke sjell pjesën e pjacës e cila është arkitektuar nga Koli Dromenoja dhe vihet kjo pjesa këtu, e cila është pjesa rruga muze e pedonales dhe vjen bashkë me ndërthurjet fetare të kishës ortodokse, të kishës katolike dhe të xhamisë, tre simbole të cilat janë në një shesh dhe nuk di të ketë një vend tjetër të botës ku tre institucione fetare gjen në të njëjtin shesh. Pastaj vjen e gjitha simbolika e karnavaleve me vallëzimet e saja, pra të sjell atmosferën festive dhe me një pjesë të liçenit e cila është barkat e liçenit dhe pjesa e maleve e cila shihet në bregun e liçenit të Shkodrës. Ngjyrat vijnë të ngrohta sepse duke qenë se Shkodra është një qytet me shi, ngjyrat duhet të jenë të ngrohta, të vinë të ëmbla, të japin në dritë qytetit. Kjo është një pjesë e atyre që unë kam realizuar në përmuret. Muralet të tjera ka edhe në pjesë të tjera të qytetit, por kryesisht janë në për ambientet private, në për hostele, në për hotele të ndryshme, apo në për shtëpit private të njerëzve. Në qytet nuk kam edhe aq shumë, përveç disave që janë publike. Mirë se vini në ambientet e studios time, këtu do të bëjmë një punim së bashku. Ardhja në studio dhe vazhdimi me pikturën pas një vite të lodhshme është një ndjesi që të jep me raste relaksim, kënaqësi, pra ndihesh ndryshe dhe kërkon të shprehësh atë që ndjen nga brenda.
Ngjyrat që përfaqësojnë teutën janë ngjyrat e vjeshtës. Unë sillen nga do, përfundoj në ngjyrat e ngrohta. Unë futem në një rrymë artistike midis impresionizmit kontemporan, pasi herë i rri traditës dhe herë luaj me bojërat, kështu që pak a shumë jam impresionizëm dhe post-impresionizëm. Në këtë moment po pikturoj një pjesë të pedonales në Shkodër, në të cilën shkodranët bëjnë xhiron e pasdites apo të darkës, gjë e cila është një ndjesi që ne shkodranët e kemi pothuajse gjithmonë këtë variacion, pra është një ndjesi që e kemi tonën. Do t'isha shumë i lumtur të thoja që përjardhja ime artistike është e lashtë, po në të vërtetë nuk kam të afërt të cilët pikturojnë përpara meje, mbase mund të ishin, por nuk e kanë zhvilluar si talent, ndërsa talenti im ka filluar në moshën e fëmijërisë, ndërsa spikatja, ajo ku shihe një rezultat i mirë pozitiv, ishte në universitet, ku profesori i artit, Agim Kadillari, më evidentoi dhe më tha që unë duhet të vazhdoja këtë fushë, biles më dhuroi penelat e parë dhe bojërat e para. Të qenit artist autodidakt ka vështirësitë e veta, nuk është e lehtë, sepse çdo teknikë ti do ta mësosh vetë, do të përshtatesh me kohën, do mësosh çdo gjë, por besoj që edhe ato që kanë mbaruar universitetet e artit, njësoj mënyrat janë autodidakt me teknikat e reja, sepse do i kthehen edhe një herë mësimeve, do mësojnë edhe një herë nëpërmjet video tutorial apo videove të ndryshme që mund të shohin në YouTube apo diku tjetër, dhe të mësojnë teknikat e reja, pro. Nuk është diçka që më ka penguar, thjesht mund të kem vënuar ta përvetsoj si profesion, por besoj ja kam dalë. Lidhja e mësuesisë me artin faktikisht më ka krijuar me raste barriera, me raste përfitime. Më ka krijuar barriera nga lodhja ditore, ku nuk jam e zonja që pasi kthehem pas një dite të lodhshme, unë të kap penelat në dorë dhe të shpreh atë çfarë do të kisha dëshirë. Ndërsa më ka krijuar favore kur në momentet kur unë kam angazhuar fëmijët dhe kemi kryer aktivitete kulturore që mund të ishin shembull shumë pozitiv për gjithë fëmijët mbar vendin. Midis të qenit mësues, prind, piktor, organizues eventesh, bashkëpunues me piktor të tjerë apo pjesë e shoqërisë civile për çështje të ndryshme është goxha e vështirë. Duhet të jesh një njeri i strukturuar, i mirë menaxhuar, ku alarmi duhet bi vazhdimisht, pa pushim, dhe të orientoj me takimet e mundshme me të cilat i ke në orare dhe në ditë të ndryshme. Besoj se ja kam dalë goxha mirë, përderisa kam arritur deri këtu ku jam. Është goxha e vështirë, por besoj ja kam arritur. Me raste kur ne piktorët pikturojmë nuk jemi fare në këtë botë. Është e çuditshme, pasi dikush nuk e kupton, mund i duket çesharake, po artistët besoj e kuptojnë. Ne jemi në një botë krejtësisht fantastike, në të cilën nuk e dim as vetë se si futemi dhe si dalim nga aty, po jemi në përjetime krejt tonat personale. Mesazhet që doja të përcjellja nëpërmjet artit janë të shprehim të bukurën, mos ta mbajmë nga brenda, sepse ne artistët jemi me një mision të fuqishëm në këtë botë, ku duhet të
Do shohin bote ndryshe, ato që njerëzit normal nuk e shohin dot, një artist duhet ta sjell me poezinë, me pikturën, pra duhet ta sjellin disi. Është një soi mënyra dhe detyrim pak moral ndaj njerëzimit. Punimi im po shkon drejt fundit, ka disa detaje të cilat duhet punohen me kujdes dhe mendoj se është koha që të pushojmë pak. Piktura që kam përsëritur më shpesh i bie të jetë ura e mesit, e cila është për mua një destinacion shumë i dashur. Është një urë ndërtuar përpara 250 vitesh, me një strukturë krejtësisht të veçantë, duke mbartur një legjendë brenda 20 vjeçare, duke pritur pronarin që shohej gëlqerën dhe populli e priti për 20 vite dhe pas 20 vitesh i kërkoi të mbante fjalën dhe të ndërtonte urën. Ura u ndërtua me stilin e vjetur, me gurët dhe me lesh dhe vezë e përpunuar, ndërsa sot ka një simbolik tepër të veçantë ku flitet se çiftet e reja kalojnë sipër urës si shenjë lidhjeje midis njëri tjetrit për të treguar bashkimin, ashtu siç u lidhen zonat e Alpeve me Ulqinin nëpërmjet lëndës drusore që kaloi transportuaj sipër. Sipër kemi Kalan e Rozafës, edhe ajo është një destinacion mjaft i preferuar, pasi nuk mund të ketë Shkodran që nuk ndihet krenar, ku të kaloj për ditë, pra një ndërtese e cila është mbi 2500 vjeçë dhe bardh një historia që të lash brenda së bashku me gjithë popullsinë që jetoi brenda dhe legjendën e saj të famshme të Rozafës. Po ashtu një dashuri për Shkodranët është edhe biçikleta dhe luleborat, të cilat janë simbolike të qytetit tonë dhe pa të cilat nuk mendoj se do të ketë një piktor që e ndjen veten rahat pa i sjellë në piktura. Ekspozita e parë vetjake është ekspozita Lulebor, e hapur në ambientet e Galeria Oda Shkodër. Vjen me titullin Lulebor, se ku më bukur se sa një ekspozitë e parë personale të vinte me mesazhin e fortë të dashurisë ndaj kësaj lule, në të cilën ne kemi thurë dhe këngë dhe e këndojmë kudo. Ekspozita e dytë vjen me titullin Hëna Blu, e cila vjen pas dukurisë natyrore të ndodhur në vendin tonë, ku hëna mori një ngjyrë blu të përkohshme. Ndërsa ekspozita e tretë vetjake vjen në Galerinë e Arteve të Shkodrës, vjen me titullin Shtojzovallet, ku kemi Shtojzovallet si elementet mitike që i shpërblejnë njerëzit të cilët sillen mirë me natyrën dhe dënojnë ata të cilët sillen keq. Ekspozita e fundit ishte kur muret flasin, në të cilën ne kërkuam të bëjmë muret e kalas të flasin me mesazhe të ndryshme, qoftë për mbrojtjen e mjedisit apo mbi histori të voçkladitore të jetës tonë. Jo çdo pikturë është ashtu siç e shohim, ka piktura të cilat perceptohen krejt lehtë nga njerëzit, por ka edhe piktura të cilat bartin mesazhe, ndër të cilat futet edhe kjo piktura këtu. Në këtë pikturë futem me kolazhe, me traditën, me emocionet e të vjetrës, duke filluar me urën e mesit, me lahutën, me veshje tradicionale, me përzierje të elementeve të ndryshme natyrore dhe lidhi, ja këtu kam vënë dhe një tel lahute, lidhi të vjetren, të ren, por kam lidhur dhe mjedisin, sepse këtu kemi një sy që na shikon çfarë kemi bërë ne nga kohët e vjetra deri më sot me natyrën. Kemi ndërtimin e pallateve dhe shtëpive dhe kemi një pemë të cilën e kam bërë mbi petalet e luleboreve, në mënyrë që të jetë edhe lulebora këtu e futur, pa çka se nuk dallohet. Janë petalet e luleborës të thara dhe kam vendosur si gjethe të pemës, të cilën e kam bërë me gold, me të artën, sepse sot kemi mbërritur në atë kohë ku pema mund të quhet e artë, sepse po bëhen kaq të shenjta për ne, pasi po fillojnë dhe zhduken në vende të caktuara. Pra bart një mesazh të lidhur me mjedisin, me mbrojtjen e mjedisit. Në këtë stil vjen edhe piktura tjetër, edhe kjo ka lidhje pak a shumë është në të njëjtat ujëra me pikturën e parë dhe lidhet me të vjetrën dhe me të ren,
Faktikisht ne kemi 2 fëmijë këtu, në të 2 anët, simetrik me njëri tjetrin, po ashtu kemi edhe vajzat edhe djemtë e rinj, të cilët kërkojnë të dinë se çfarë po bëhet me jetët e tyre, çfarë po bëhet me pronat e tyre, si është e ardhmja e tyre, dhe në qendër kemi njerëz pa fytyrë, po kemi këmbë, të cilët pak a shumë kanë të bëjnë ndoshta me shkeljen apo me atë që kërkojmë të dalë, çfarë do dalë në dritë, do thotë, diçka rrugtime pa krye. Pra, një mënyrë të shprehurit të asaj se ta fëmijët duan të dinë mbi të ardhmen e tyre, çfarë po bëhet me ato, si do vej puna. Ky është syri. Ky është syri i një piktori, ky është syri i një qyteti, ky është syri i natyrës. Është një sy i hapur, që do të thotë është në atë që kërkon të shoh përreth, të di përreth vetes, dhe përsëri kemi petalet e luleborës, të cilat janë të ngjitura dhe krijojnë një relief pranë saj. Kemi diferencime brezash, ka breza të cilët e ndjejnë përgjithësinë e natyrës, mbrojtjes natyrës, por kemi edhe brezë që e kanë te kaluar këtë pjesën e mbrojtjes së natyrës dhe është e vështirë ti bëjmë bashkë në paralelizëm të dy këto breza për mbrojtjen e mjedisit. Pak a shumë po ecim, por me ritme shumë ngadalta. Pikturat e mia variojnë, nuk flasin vetëm për Shkodrën. Pikturat lëvizin, vallëzojnë. Ato kalojnë nga qyteti, nga kalaja, shkojnë në liçen, nga liçeni shkojnë në det, nga deti shkojnë në pyll, por mundësisht përpiqem të krijoj atmosferat e stinës. Do të thotë, nëse do të jem në perëndim të diellit, në breg të liçenit, do të më vinte të piktoroja liçenin. Nëse jam në kala, do të më vinte të piktoroja kalan. Pra variojnë në vendet se ku jemi. Ky është një punim i realizuar me Monella, i cili ka idenë e një peme të ardhë, por gjithmonë me një mesazh brenda, të cilin është në qoftë se ne ngjitemi lart me paran, ne aq ulemi poshtë me kohën, e cila ora është e kthyer përmbys dhe tregon mesazhin që duhet kemi kujdes sepse koha është më e vështirë nga gjithçka tjetër. Nëse do piktoroja jetën time në qendrat e Telajës, do të vendosja një shqiponjë. Do vendosja një shqiponjë sepse ajo është një luftarake, është një shpend që nuk lollet duke i kthyer përgjigje shpendëve të tjerë, por fluturon lart deri atje ku nuk e arrin të tjerët. Dhe mendoj se kjo më simbolizon edhe mua, midis natyrës dhe fluturimit me jetën. Kjo do të ishte simboli pak a shumë. Pavarësisht të dy profesionet kanë lindur me mua, qoftë mësimdhënia, qoftë piktura, do të ishte e bukur ndoshta të jetoja vetëm me pikturën, me që është më argëtuese, por është goxha e vështirë në Shkodër, duke qenë se kemi shumë artistë, të jetohet vetëm me pikturën. Kështu që duke qenë se pasioni im është i ndërthurur, pse të mos i përdori të dyja dhe të punoj me të dy profesionet. Është e vështirë, mjaftueshëm e vështirë, paraditja vije gjitha konsumim i trurit dhe i lodhjes fizike në shkollë dhe pasditja ndoshta pak më qetësi, ndoshta pak më ndryshe me penelat dhe me ngjyrat. Për momentin, unë po pikturoj diçka nga pamja që kam përballë, është pjesa e Shirokës, pjesa e dallgëzuar e liçenit, sot ka erë, po ashtu edhe pak
pamja e fshatit, shtëpizat, malet, qielli. Natyra është jetë për artistin, pa natyrë një artist e ka të vështirë të shprehë ato emocionet. Besoj që jo vetëm merr frymëzimin, por edhe energjitë e nevojshme për të vazhduar për te. Atëherë mendoj se kaluam një ditë të bukur së bashku, ju falenderoj për intervistën, ju uroj gjithë të mirat.